Mirë mëngjes, miq të dashur dhe mirë se erdhët në Villa 24 duke ju uruar gjithëve një javë sa më të mbarë të keni. Ne kemi nisur ndryshe këtë javë sot dhe unë jam shumë e kënaqur të kem në studio një shefe gatimi. E kemi shkëputur nga puna e saj nga Instituti Kulinar në Ranzi dhe sot është e ftuar në Villa 24. Lulieta Tuci, mirë mëngjes. Mirëmëngjes Anila dhe mirë se na erdhe. Faleminderit shumë. Jam e kënaqur të të kem këtu. Shumë e kënaqur të të kem këtu. Gjithashtu. Edhe ndër të tjera, më vjen shumë mirë që kemi zgjedhur sot një 2 receta që na vijnë ndryshe nga ato gatimet me të cilat jemi mësuar. Le të themi që i kemi pjesë të tryezave tona të përditshme. Absolutisht. Sot realizojmë ca receta shumë veçanta në fakt, që janë në origjinë aziatike, janë shumë të shijshme dhe besoj që gjithë tambisave do ju pëlqejnë. Edhe unë jam shumë kurioze. Kam shpresën që do kenë shumë interes. Do i gatuajmë ne dot vetë në shtëpi, se kur themi kështu aziatike na duket si botë tjetër. Kemi bërë ashtu mundur sa të gjithë njerëzit që na shohin ta kenë shumë të thjeshtë për t'i gatuar. Shumë mirë. Normalisht duke pasur edhe bazën kryesore që janë produktet cilësore që ne mund t'i gjejmë lehtësisht tek të gjitha dyqanet në Ranzi. Që aty fillon puna, dhe ne e themi vazhdimisht. Recetat tona, mënyra si ushqehemi, shëndeti ynë, nga nis nga pazari. Kështu që ne sot kemi zgjedhur një ndër pikat e dyqaneve në Ranzi, i gjeni kudo në Shqipëri e në Kosovë, për të bërë pazaret tona, dhe nëpërmjet këtyre produkteve, ku ne kemi folur edhe në studio në fakt për produktet aziatike që gjejmë tek në Ranzi, tani është momenti të shohim se si këto produkte, për te i vlerave ushqyese që kanë, mund t'i përshtasim në recetat të thjeshta shtëpie. Po. Atëherë, si fillim do realizojmë recetën e parë, se ne kemi 2 receta, kemi zgjedhur 2 receta shumë thjeshta për të realizuar. Kemi oriz një jasemin, të shoqëruar me një salcë që në bazë ka mishin e viçit, kërpudhat shitaket dhe disa erëza aromatike dhe salcat kryesore patjetër. Okej. Ndërkohë që ne do fillojmë nga puna, do shohim recetat në ekran një nga një të gjithë produktet, madje do t'i shohim pak më shpesh se janë ca emra që na duan pak më shumë kohë ti memorizojmë. Dhe do të fillojmë edhe të përgatisim në të njëjtën kohë. Dhe puna nis nga. Si fillim do të skuqim produktin kryesor që është mishi i viçit ose fileto, ja. Sepse është një nga produktet që do duhet më shumë kohë për ta gatuar. Ne e kemi darë kështu në ripa? Po, e kemi prerë në zhyljen, që të kapi dhe pjekjen në mënyrën e dur. Ndërkohë që presim pak minuta sa të marrë temperaturën e nevojshme edhe tigani, t'i shohim pak recetat, duke parë recetat, do të tregojmë pak edhe se si do të vijoj më tej puna. Shpresoj që unë mos bëj ndonjë gabim me termat, se jam këtu për ty. Stir fry koreano me mish viçi, kimchi dhe kërpudha shiitake. Çfarë duhet për këtë recetë? Mish viçi, pjesa e tullit apo e fileto, siç e quajmë ndryshe, vaj vegetal, na duhet hudhër, kërpudha shiitake, kimchi, salcë soja tamari, oriz jasemin, qep, fara susami dhe qep të njoma. Kjo është receta e parë nga e cila ka nisur puna. Kjo është receta e dytë që po shohim tani në ekran, me të cilën do të merremi në pjesën e dytë të gatimit. Por po ju tregojmë produktet që na duhen, që kur fillim nga puna ti keni pak më të njohura dhe të kuptoni se çfarë po përgatisim. Pet thaj me karkaleca dhe salcë tamarind, na duhet noodles orizit të thata, vaj vegetal, karkaleca, karota, hudhër, vezë, filiza fasule mung, salcë soja, pastë tamarind, na duhet salcë peshku, lëng limoni, lajm do t'ishte më mirë, pra limoni jeshil, na duhet sheqer kaf, kikirik, edhe tofu. Tofu është djathi. Do t'i kemi mbi banak pas pak, sepse shefat profesionisti duan gjërat kështu të parat njëherë, të mos krijojnë rrëmuj në kuzhinë dhe pastaj fillojmë me të dytën dhe do t'i kemi edhe këtu edhe produktat. Filloj e mori temperaturën. Po, pasi kemi kavardisur mishin, atëherë avash ajo do karamelizohet, pra do jetë një pjekje me përqendrim, që gjitha lëngjit mishit ne do ja ruajmë në brendësi, në mënyrë që mos t'i humbasi. Dhe më pas, do hedhim qepën, hudhërën dhe produktet e tjera. Ato kanë lagështirë dhe krijohet një teknik me kombinim, që do thot edhe skuqet, por edhe zihet njëkohësisht. Por që edhe lëngjet dhe vlerat ushqyese i ruajnë në brendësi. Po, gjë që është e rëndësishme. Po, që është shumë rëndësishme. Gatimet aziatike, thuhet që janë goxha të shëndetshme, Lulieta. Atëherë,
janë të shëndetshme, por aq të shëndetshme janë edhe të ngarkuar në kalori, sepse kanë shumë sheqer, kanë yndyrna. Aha. Por që realisht gatuhen me produkte me vlera shumë të larta ushqyese. Pasi kemi skuqur mishin, do shtojmë edhe qepën edhe hudhën bashk. Okej. Deri tani është shumë e thjeshta. Po. Pra një mami më thot që janë ato receta që do bësh ti, unë nuk i njoh. Duhet t'i mësosh sepse tani njerëzit realisht kanë filluar të kenë kulturën që të hanë produkte aziatike. Janë përhapur shumë në vendin tonë në fakt, edhe restorantet që kanë në menun e tyre edhe pjata aziatike. Tashmë është bërë trendi. Po, do me thënë, ashtu çuditshëm nisi me sushit për shembull, 2-3 vende në Tiranë përgatisin e tjerë. Tani pothuajse çdo restorant ka edhe një hapësirë dedikuar në menun e tyre për sushi apo për receta të tjera me bazë aziatike që me sa duket edhe pse nuk janë shumë familjare për shijen tonë, ka filluar të pëlqejnë shumë. Jo, realisht ka nevojë njëri të provojë një gjë ndryshe. Edhe në shtëpi. Do me thënë, ne këtë gjellën sot, nëse do e vazhdonim në mënyrë tradicionale, do skuqnim qepën mishin, do hidhnim perimet. Atëherë, e kam bërë është thjesht sa që të duket sikur ne realisht e kemi hasur sikur është e jona. Por që dallimin e kësaj recete e bëjnë gjithmonë salcat, edhe produktet e veçanta që do hedhim brenda. Janë të shohim pak salca tani këtu. Kjo është kimchi. Po, është një lakër kineze fermentuar. Edhe ajo ka shumë vlera ushqyese, është shumë e rëndësishme për organizmin. Dhe për sistemin të retës. Kjo është pamja e saj. Te o tregoj pak edhe se si e ka pamja në... Janë kësho. Pas kemi dhe çmimin. Ska gjë, treguam dhe çmimin. Doja të lexoja pak të tabelën këtu mbrapa. Kimchi është lakra turshi e mirënjohur koreano. Kimchi mund të hanë me pjatat të ndryshme koreane. Oriz gjithashtu, përveç kësaj gjithashtu mund të shihoni ushqimin autentik korean duke përdorur kimchi, si orizi skuqur kimchi dhe pancakes koreane, sërish kimchi. Kjo pak qëndroi hapur dhe ka një aromë fantastike. Po, shumë të mirë. Shumë të mirë e ka aromë. Kemi shtuar dhe kërpudhën shiitake, që do ta kavardisim bashkë me produktet e tjera. Se ju shefat jeni mësuar gatuani me gaz. E di. Edhe unë po mundohem të përshtate. Këtu jemi në shtëpi, jemi me sobat e shtëpisë. Lëngjit që kanë produktet e zbusin edhe mishin. Ndaj nuk kemi bërë një thekërim të mirë, po themi të ti. Sepse kemi prerë edhe holl që ta marri pjesën e gatimit shpejt. Këtu kemi salcën e sojes, diferenca që kanë me që po kuptojnë, është e kripa në këtë rast? Po. Ja, e shkruan më pak. Edhe tjetra, po janë të dyja salcë soje që mund të rrinë fare mirë kësaj recete. Orisin jasmini kemi kaluar në një zierje, çfarë kemi bërë? E kemi zierë, fillimisht e kemi larë, duke hequr amidonin dhe papastërtitë, që është shumë kryesore kjo pjesë. Më pas, me 500 gram oriz, kemi shtuar 700 gram ujë. Ky është raporti. Ky është raporti mes orizit jasmin dhe ujit. Pra zihet ndryshe. Nuk kemi në atë orizin 1-2 si që kemi, me qënë se një pjesë e mjera në visave janë brezi i mamave tona që gatuajnë këtë raport. Ta përcaktoj që kjo oriz nuk të le asnjëherë në balë. Edhe po i hodhe pak më shumë ujë, nuk është problem, sepse është kokër gjatë dhe nuk ka shumë amidon me përqindje të lartë dhe nuk bëhet i qullët, pra rikështu si shkripët. Kështu që edhe po i hodhem pak me sy, nuk është problem, sepse nuk të le në balë asnjëherë. Shumë mirë. Tani është momenti që të hedhim edhe lakrën kimchit, fermentuar. Lakra kimchi. Ma kujto pak çfarë ishte kjo? Është tamarin. Tamarin, Tamarin është një bim ose frut aziatik që ngjan me fasulet ose bishtajat dhe në brendësi ka të pasën që vjen në këtë formë.
Pra unë e kam Okej. holluar pak me ujë, sepse ajo shumë e koncentruar, edhe shërben për të krijuar salcat për... Me çfarë shkon? Do me thënë, peri me mish peshk, me të ajo kuajgjen më vetën? shumë me perime dhe me mishrat. Është, ka një shi umami, është e përzierë edhe ëmbël, edhe afët, edhe kripur, gjë që e bën shumë të veçantë edhe recetën që do realizojmë. Okej. Karakteristike e recetave aziatike është kjo shia, apo jo, e patjetër. produkteve aziatike gjithashtu. Dhe përveç shijes umami kanë edhe kryesisht pikanten, apo jo detyrimisht? Në përgjithësi gjitha salcat aziatike kanë pikanten, por kjo lloj salce, ose kjo lloj paste, varion më shumë tek të ëmblat. Okej. Po. Pra do kemi një shije Po, ndryshe sot. produktet që ne hedhim, e bëjnë, për shembull kimchi është goxha pikant, edhe e ndryshon ato, e thyen. Ajo e ëmbël, e afët, kripa, sheqeri, që bëjnë ato shijen umami, kombinimin e produkteve. Kur je e njohur fillimisht me gatimet aziatike? Si ka nisur? Në fakt është histori pak e çuditshme. Pse? Nuk ishte dëshira ime që t'i mësoja, por që isha si çdo fillestar në fillim, që i detyruar të punosh. Po. Edhe unë si fillim kisha nisur shkollën e kuzhinës, por që rastësisht në një punë isha e detyruar të zëvendësoja një mikun tim, shokun e punës. Okej. Edhe mësova, kështu që kam pothuajse 6-7 vite diçka e tillë që merrem me Do të thotë kuzhinë të bëri aziatike. për vete? Patjetër. Më duk sikur kisha vite që i gatuaja. Dhe ngjiti me njëherë, dhe më thënë, janë këto. Okej. Çështja shije është dhe kuzhina, pavarësisht se një shef, siç themi, duhet të ditë t'i gatuaj të gjitha. Patjetër. Po kam përshtypjen që secili ka një preferencë të vetën ose ka një pikë të fortë të vetën. Në përgjithësi shefat kanë një drejtim, por që duhet jenë të informuar në çdo lloj sektori. sektori. Klientët janë të shijeve të ndryshme, kështu që edhe ndërtimi i menuve në vetvete ka nevojë për Patjetër. larmishmëri. Ti vet ku je? Ku të shijon si konsumatore, si dashamirëse Unë ushqime? konsumoj të gjitha llojet e ushqimeve. Sepse jam e detyruar t'i provoj, se në momentin që ja nxjerrim klientit, Duhet të dish edhe pa. duhet ta provoj vete para, pastaj ta servir. Kështu që nuk jam në aselie, i konsumoj të gjitha. Edhe për shkak të punës, po është dhe në që personale kjo punë, është çështje shije. Ku ka më mirë se ti konsumosh gjitha? Po, dhe edhe për shëndetin është e tillë, sepse çfarë është sheqeri është? Këtu kemi sheqer kaf, Okej. që do ta përzijem bashkë me salcën. Kjo është ai kombinimi që po thoja më përpara. Që ëmbla me të kripurën, me të aftën. Okej. Pra, deri tani, ne nuk kemi shtuar fare ujë. Jo. Sepse nuk është recetë shumë e lëngshme. Duhet të Pra, vishto, lëngj që ka vetë produkti, mjaftojnë domethënë, por se në përgjithësi ushqimet aziatike janë të thata në vetvete. Aha. Pa, domethënë përjashtuar supat ose këto. Po. Interesante. Ngjan me gjellat e shtëpisë, duket e parë. Në këtë rast do ishte duke hedhur salcën e domates. Po. Po, si radhë pune, po, e vërtet. Pra nisim me skuqen e mishit, me kavardisin e qepës, më pas me kërpudhat, jam në rregull me mbajtjen më të radhës, kërpudhat Është shumë në shqiptake. rregull. Më pas, kemi shtuar kimçin gjithashtu. Dhe tani, shtuam këtë pastën. Me zjarë të ngadalë, të lem pak të gatuhet. Dhe do ta realizojmë pjatën, do ta përfundojmë me erza aromatike. Kemi koriandër, që është një nga erzat kryesore. Këtë recet? Ajo është qepa e njom, po, dhe susami i pjekur. I pjekur. Si që po thoja, koriandër është një nga erzat kryesore në kuzhinë aziatike. Dhe nëse nuk e gjejmë dot, mund ta zëvendësojmë lehtësisht edhe me majdanos. Okej. Sepse në Shqipëri nuk para e hasim shumë shpesh, se nuk e njohim dhe nuk e kemi tradit. Kështu që lehtësisht e zëvendësojmë edhe me majdanozin, ja, i futëm edhe ca element shqiptar recetës. I pranojnë
alternativat, se për shembull kur ne gatuajmë, shpesh edhe këtu në Villa 24 themi, okay, nëse nuk e kemi këtë, mund ta zëvendësojmë me këtë tjetrën. Këto lloj recetash, deri ku të lejojnë të devijosh? Atëherë, para 2 vitesh bëja një trajnim në Athinë dhe shefja kuzhinës që më trajnonte mua për këto lloj gatimesh, më tha që mund ta bësh, por jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Sepse del nga shinat, pra nuk është më ajo çfarë ne duam të prezantojmë. Kështu që në këtë rast e pranojmë deri diku, por që jo gjithmonë. Okej. Pra me ndonjë detaj të vogël, jo me bazën. Janë shumë të rralla dhe detaje shumë të vogla që mund të lëvizim deri diku, por jo gjithmonë. Okej, pra në rastin e kësaj recete, kërpudhat shitake duhen se s'bën në këtë recete dhe nuk i ndryshojmë dot apo nuk i zëvendësojmë dot me një lloj tjetër të kërpudhës. Ose mishi, duhet viçi. Nuk mund ta bëjmë mish pule. Mishin ne mund ta alternojmë, mund vendosim karkaleca, pul, derin. Është lehtësisht për ta zgjedhur çfarë shije do të. Okej. Pastaj pjesa tjetër me të njëjtat produkte, apo me të njëjtat ingredient për bërës. Mund të ndryshosh, për shembull, ti je alergjik ndaj kërpudhës, mund të shtosh një produkt tjetër, kungull, apo që është i ngjashëm, por që baza duhet të jetë aty, sepse ndryshon. E zëm se ne ndryshuam një produkt tek kjo recetë, merr komplet emër tjetër. Okej. Është më lehtë, ja ku e kemi recetën, jo, nxjerrim her pas here sepse kemi nevojë ti mësojmë, siç ju themi zakonisht, një foto me telefon edhe e ruani stir fry Korano me mish viçi, kimchi dhe kërpudha shitake. Pra, mish viçi, vaj vegetal, hudhër, kërpudha shitake, kimchi, salcë soja tamari, oriz, jasemin, qep, fara susami, qep të njoma. Receta që po gatuajmë tani, zakonisht janë receta që bëhen shpejt, të çastit, se ne i kemi pak të gjata gatimet tona. I kemi, atëherë recetat japoneze në përgjithësi janë të gjitha të shkurtra dhe të shpejta. Pra, e rëndësishme është ne të kemi gati mizenplasin, që është para përgatitja. Po, duhet kemi, ato zënë kohën më të madhe, pastaj realizimi i recetave është gjithmonë në çast shumë e shpejtë. Po pra, kjo tjetër gjë pozitive e gatimeve. Pra janë këto gatime që ne mund t'i bëjmë edhe kur kthehemi nga puna, se edhe në rastin e orizit, nëse do kishin vendosur tani për të uzirë, gjatë kohës që bëm pjesën tjetër, do ishte do minimalisht 20 minuta dhe e kemi para përgatitur. Okej. Thjesht ashtu, nxjerrjen e orizit thjesht në ujë me raportin e ujit që ti përmende. Pa krip, pa vaj, pa asnjë gjë, sepse shijen e ka komplet salca. Kjo është diferenca. E kuptoj. Mirë, ndërkohë që Lulita gjen edhe enët që të dëtuaj nëse ke nevojë për ndihmën time. Okej, e mësove shtëpinë, Po. Përshtate. Jam si në shtëpinë time. Lulita, ke më lehtë në eksperiencën tënde. Sa vite u bën që gatuan? Atëherë, unë kam 8 vite që jam futur kuzhinës. Edhe në fakt nuk është edhe shumë. Mua më duket sikur kanë thjesht 8 ditë. Po se nuk mbaron asnjëherë kuzhina. Nuk mbaron asnjëherë. Është shumë e vërtet. Por është e bukur. E që dëshira jo? Ti kam përshtypjen që do bëhesh një shefe shumë e mirë. Unë, tani do filloj me aziatikët. Shqiptarët i mbarova unë. Katerina të gatuan shumë gjëra të mira. Katerina na mban na përkëdhel, na gatuan, na pyet çfarë doni nesër, po. Kur them unë jemi si në shtëpi, Po këto janë vërtet shumë interesante dhe unë jam shumë pro shkartisjes së shijes. E ke parasysh kur ti e nis ditën duke pyetur gjithë familjarët çfarë ti bëj sot apo çfarë ti bëj nesër, zakonisht vjen ajo përgjigjja çfarë të duash ti. Dhe gatuan po ato që ne i sjellim rreth e qark gjatë javës, dhe reagimi është prap kështu na bëre. Kështu që le të bëjmë një gjë ndryshe. Kjo është dilema, pra në shtëpinë e kemi shumë të vështirë. Ti gatuan në shtëpi apo mjaftohesh në Patjetër. Gatuan? Patjetër që gatuaj. Se normalisht kjo është ajo çfarë ne bëjmë më mirë edhe. Okej, se shiko, shefat përgjithsisht kryesisht me meshkujt na ka ndodhur këtu në studio. Shefat, jo shefet. Po pra, thonë vetëm për festa. Vetëm atëherë mund gatuaj. Jo, e kemi të përditshme, të përjetshme tashmë, por që është pjesë e rutinës. Ne pa ushqim, pa ushqyer nuk jetojmë. Po, e vërtet. Shiko, po si ja bëni ju, se duke qenë se shija është goxha e kultivuar, dhe kur ha jashtë për shembull, je në një çik e vështirë të gjesh restorantin e duhur, a e konsumon një pjatë duke u munduar të kuptosh si e ka gatuar, apo gjithmonë në këtë rast profesionale kjo? Por që nuk jam kliente shumë e vështirë. Ja.
Po, jam shumë e thjeshtë edhe mundohem t'i mirë kuptoj të gjitha ato mini gabimet që mund t'jenë, normalisht, por që unë e di se si funksionon edhe realisht i përgëzoj të gjitha ta kuzhinierë që bëjnë maksimumin. Edhe si reagon një shefe gatimi kur nuk i pëlqen ajo pjata? Thej që nuk e një kliente e vështirë, nuk do e kthesh pas, por që... Sa po e thashë, ne që e kuptojmë se si funksionon, nuk e bëjmë... Jo, zjedh mos ta ha, por që mos i vënë siklet, sepse unë e kam përjetuar edhe vetë, edhe e di që nuk më vjen mirë, më kupton. Mund të ndodhur një gabim. Është të gatuash për të tjerët. Ose nuk është në shijet e mia, nuk është në shijet e mia, dhe pse duhet ta mërzis dikë që është munduar për ta bërë. Okej, e kuptoj, duke e vënë veten në pozicionin e shefit apo shefes që ndodhet në kuzhinë. Kuzhina është shumë e bukur. E restoranteve po dhe shumë e rëmujshme, të me thënë aty mbrapa, është si puna backstage-it ton në ekran, që aty qëfar së ndodhë, ndërkohë... Restorante është shumë masive puna, por që ka dhe ajo atë lezetin e vetë. Atere? Salcën e kemi përfunduar, orizin e vendosëm në pjatë, dhe do të aromën e ka shumë të mirë. Prezentojmë... Si shërbehet kjo recet? është shumë e thjeshtë. Orizi që është i zjerë, sheto që kemi vendosë në një tasë, rëndësishme është që tjetë në tasë që edhe kur ta konsumosh të ketë atë ndjesin e lezetshme. Dhe vendosim salcën ose përbërën që kemi realizuar, mishin, kërpudat, kimqin. Rëndësishme është që ne mos ta mbulojmë gjithë pjesën e orizit. Që të duke që ka dhe brënda dhe më thonë. Patjetër. Për sa persona është kjo që bëm nësot? Atëherë, kjo është për një person, çfarë kemi bërë ne, normalisht të lloj ushqimesh kanë pak sasi, sepse kur ulesh në një restorant, ti do të konsumosh vetëm një lloj. Në fillon me 13 pjatat e para. Ne shqiptarët kemi pak traditë, me thënë drejtën, që duam një sallat, një kështu antipas, një të ngrohtë. Edhe i lëm. Po, i lëm fund ditës edhe... Të më thënë, e kanë edhe këtë gjënë, zjedhin një gjë për të ngronë, në sasi më të bollshme dhe qëndrojnë tek ajo, e shijojnë. Edhe kështu vërtet shijon, qëndron të një lloj shije. Atëherë, normalisht ti mund të marrësh një sallat të vogël, por që ajo nuk është se bën nuk të ngop. Ajo është thjesht për të ngacmuar oreksin dhe ti je gati për të konsumuar këtë pjatën. Nuk të lodha sot. Çfarë? Nuk të lodha sot. Jo, fare, unë po knaqem, asnjë punë s'më dhe për të bërë. Kemi susamin e pjekur, edhe qipët e njoma. Dhe kjo është pjata e parë. Edhe e bukur duket, kështu? Le ta shohim një çik në ekran si në ngjan. Lezetshëm. Aromën e ka realisht të veçantë, më besoni. Vjen ndryshe nga aromat me të cilat jemi mësuar, edhe shijet tona. Do ta provojmë gjatë reklamave, apo ta provojmë tani? Ta provojmë tani? Pse mos ta provojmë? Një pirun, do pirun apo do është vetëm mua për ta provuar? Do ta provosh ti pra, që të m'japësh mua një mendim. Shiko, po, edhe unë jam kështu, konsumatore pa naze fare. Është pak e çuditshme, a? Po, shumë e mirë është. Edhe unë vdes për këto shijet e përzira. Këtë shijen e thartë, kush e ka? Kimchi? Atëherë është kimchi çfarë ka bërë që t'jetë edhe thartë. Se keni idenë sa e mirë është. Dhe është tipike e këtyre, ta lë atë shijen mbrapa. Pra kur ti për ty shijon, të lë një shije shumë të lezetshme. Shumë e mirë, duhet bërë, më besoni. Produktet ne i gjejmë të gjitha, tek në Ranci. Është një recet ekonomike kjo? Se nuk shoh të kemi ndonjë shpenzim. Nuk është se ka shumë ngarkesë, thjesht janë ato salca që bëjnë diferencën, por që është shumë ekonomike. Që pjesën më të madhe edhe të salcave, ne nuk i kemi vetëm për një përdorim. Patjetër, i kemi për shumë përdorime. Edhe jasminin kemi përdorur vetëm një pjesë të paketimit. Domethënë janë çdo produkt e përdorin në gjitha gatimet e tjera, kështu që nuk të shkojnë dëm asnjëherë. Të lumshin duart. A u lodhe? Jo, fare. Të bëjmë pak pushim?
Patjetër. Sa të heqim produktet që kemi mbi tryez, kemi publicitet, bëjmë gati të tjerat, një recet me karkaleca kemi tani, pas reklamave, qëndroni me ne nisim me një herë pjesën e dytë të gatimit. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të gatuajmë. Lolita asnjë sekond nuk ka pushuar, sepse është kujdesur t'i ketë mbi banak produktet që do të na duhen për të përgatitur recetën e dytë. Po. Dhe receta dytë është një noodles orizi me karkaleca dhe perime të ndryshme. Gjithashtu kemi dhe djathin tofu, që është një djath aziatik, që është realisht shumë i shëndetshëm dhe ka vlera të larta ushqimore. Okej, tani, djathi i hapur ngjan kështu. Shikojeni pak. Se interesant është si i but më duket të? Po. Ndërsa, është me për ta përbërje gjetur soje. tek në ranzi e gjeni kështu. Ja tregojmë të dyja. Pra kjo është pamja, djathi tofu dhe kështu është në i hapur nga paketimi. Atëherë, ta kujtojmë edhe një herë çfarë na duhet ne për këtë recetë. Karkaleca që janë Kryesore janë produkti këto? kryesor. Okej. Kemi noodlesat e orizi që ne i zihem Që janë paraprakisht. këto? Po. Okej, sa të lezetshme janë, sa të lezetshme. Të Përveç se të bardha. lezetshme janë edhe shumë të shijshme. Okej. Pra, si janë të zira, kështu janë të pa zira. Okej, t'ja u tregoj, sepse ca gjëra të vogla bëhen gjatë kohës që ne shkëputemi, ju e dini, për të fituar edhe kohë në fakt. Kemi karotat, filizat e fasuleve që janë të konservuara, vezë, djathin tofu, kemi erzat, në këtë rast kemi majdanozin ose korianderin prapë më mirë, kemi dhe kikirikët në fund dhe lajmin. Dhe kryesorja është tamarindi bashkë me salsën e sojës dhe salsën e peshkut. Kjo këtu është salsa peshku? Po, ajo është salsa Okej, peshku. shohim pak. Salsë peshku, kjo. Po. I duhet kësaj recete, kjo këtu. Këto dy tjerat pastaj janë salsat e sojës që ne i treguam edhe në pjesën e parë. I duhen kësaj recete. Mënyrën e përgatitjes ta shohim tani. Shihen, ja u tregoj unë kur të mbaroj. Po gatuaj me produktet në ranzi sot, kështu që gjithçka që kemi mbi tryezën tonë, ju dini ku i gjeni, gjithmonë një hap përpara, në ranzi ndodhet kudo, në çdo lagje të Tiranës. Me siguri e keni hasur këtë tabelën e dyqaneve organike në ranzi, e cila ju fton të zbuloni një botë të tërë të produkteve super të shëndetshme mbi të gjitha, të larmishme për të gjitha llojet e gatimeve që nga më tradicionalet e deri tek ato më modernet, sigurisht për përdorim familjar, por edhe më gjerë për përdorime profesionale, restorantesh e jo vetëm. Vizitojni, do të mbeteni të kënaqur dhe do të gjeni gjithashtu dhe produktet që kemi shfaqur pak më herët edhe në recetë, të cilat do t'i rikthejmë. A ti lexoj edhe një recetat? Ke gjë për të më thënë me urgjencë? Jo, po vazhdojmë me skuqe. Hajde shohim edhe një recetat bashkë, edhe të pjatës të parë, të cilën ne kemi përfunduar dhe do të ta keni pak minuta më vonë në YouTube, pra stir fry Corano me mish viçi, kimchi dhe kërpudha shiitake. Kjo është receta, na duhet mish viçi, vaj vegetal, hudhër, kërpudha shiitake, kimchi, salcë soja tamari, oriz jasemin, na duhet qep, fara susami dhe qep të njoma që ishin përsipër në formën e një dekori, patjetër edhe për shije. Receta që sapo kemi nisur është kjo. Petaj me karkaleca dhe salcë tamarind. Na duhet noodles orizi të thata, vaj vegetal, karkaleca, karota, hudhër, vezë, filiza fasule mung, salcë soja, pastë tamarind, salcë peshku, lëngë lajmi, sheqer kaf, kikirik dhe tofu është ai djathi interesant që ne ja u treguam. Jemi duke gatuar e nisëm me karkalecat në vaj ulliri apo vaj në vaj vegetal, gjithmonë, sepse vaj ullirit kur kalon temperaturë të lartë digjet. Shumë mirë. Dhe përdorim zakonisht vajin e vaj kikiriki, vaj lule dielli. Po. Ose dhe vaj susami në rast se ne kemi gjendje. Kemi edhe dhe karotën, do ta zbusim pak.
Por që duhet kemi parasysh në recetat japoneze, perimet nuk duhet i tejkalojmë së gatuarja, ato duhet jenë pak krokante, që t'japin atë nuancën e lezetshme kur i konsumon. Pra nuk duhet jenë të zbutura. Po, e kuptoj. Dhe, sidomos në rastin e karotave për shembull, që është një perime që konsumohet edhe ashtu e gjallë, nuk është e domosdoshme që ta tek. Pasi kemi skuqur ato, do shtojmë edhe djathin tofu. Shkrin ky djathi kur gatuhet? Apo mbetet? Nuk shkrin, por që mund të shpërbëhet deri diku. Okej. I çoj unë ato nëse do. Atëherë, fasulet, filizat, mung, t'i shohim pak edhe këto. Se janë shumë të lezetshme. Ta marr pak të pyrunin? Shis janë, prandaj janë filize, sepse janë me gjithë pjesën se të lezetshme janë. Shumë kurioze, se çka ca produkte, kështu që Edhe ato janë shumë interesante janë. të shëndetshme. Ashtu, a? Okej. Ndërkohë që vazhdojnë të kavërdisen produktet, ne do thyejmë 2 kokra vezë, sepse do na duhet edhe veza patjetër. Okej. Okej. Është vërtet shumë recet e shpejt, por që edhe e shijshme. Në fakt, miqtë e mi tani kanë vazhduar edhe më rezervojnë. Më marrin telefon dhe më thonë, kemi një dark ose drek aziatike. Janë të lezetshme shumë në fakt. Por që janë bërë shumë trendi edhe të gjithë familjarë tashmë kanë filluar minimalisht një herë në ditë ta konsumojnë. Sepse moshat e reja i njohin më mirë, edhe prindërve ja u kërkojnë. Po, edhe është dhe një çik çështje që ky interneti ka për të vetën, se na ka shpalosur një botë të tërë, për shumë në rastin e noodlesave, filloi kështu si trend, ne nuk para i njihnim më. Po, sushi, noodles, ato përhapën shumë. Tani janë bërë receta që i përdorim. Tani pse i heqim më njanë atë? Që të mpikset veza. Që mos na bashkohet me produktin pa u mpiksur. Interesante. Këto recetat ka nevojë për aksesor gatimi ndryshe? Absolutisht. Në këtë rast, këto lloj gatimesh duan tiganin e vet ose ndryshe mund ta quajmë wok. Është një tigan që është po i thellë dhe ne lehtësisht ne përzim kështu në tigan, domethënë ato lëvizjet e shefave. Kanë edhe materialin e tillë që mos të ngjitet. E kuptoj. Ndaj të pyeta se gjëja e parë që më shkoi mendje ishte shkompin, domethënë që ne do na duhen për të konsumuar. Po që edhe në gatime... Pastaj në konsumim, absolutisht që shkopinjt janë, si shkemi ne pirujnë, e përditshëm, ata kanë shkopinjt. Por që lehtësisht mund t'i konsumojmë edhe me. Ndërkohë që shohim që veza është në piksur. Erzat më të shpeshta në recetat aziatike? Do të thënë si kemi në kripiper, i kemi të pandashme në çdo recet. Kripiper. Nuk mund të them erza, por që produktet më të rëndësishme, që janë baza, është soja. Produkti më i rëndësishëm që realisht pothuajse shumica e salsave ka përbërje soje. Por që edhe erza aromatike janë qepa e njom, ose herba cipulina që ata e kanë, do me thënë ne kemi qepën e njom, është korianderi, lajm, gjethe lajm, janë disa gjëra shumë delikate që i kanë bazë, por që soja mbizotron gjitha... A ka ëmbëlsira? Patjetër që ka. Ka, do me thënë, okej, sigurisht që ka. Jo, ka, të veçanta? Ka dhe janë shumë të mira. Ashtu, a? Po, kanë me përbërje matcha, tiramisu, ose ka krepa, pankek që bëhen me miell, fasulesh të sojës, ose ka shumë gjëra. Mund të vim një herë tjetër me këto receta. Po, me shumë dëshirë, po pra, janë shumë të bukura. Kemi hedhur tamarindin. Salsa tjetër kryesore është edhe salsa e peshkut, por që duhet jemi të kujdesshëm. Pse? E ka shije shumë fort apo? Do pak sasi se ka shije shumë të fort edhe përqindja e kripës e ka të lartë. Dhe në këtë rast ne do hedhim soja që është e fermentuar natyralisht, që të kemi një balancim të...
Po, të salsës së peshku dhe sojës që është... Tjeta ka aromën? Ka goxha, po. Shumë të fortë ka aromën. Ka shumë aromë të fortë, në fakt, sepse është fermentimi i kockave të peshkut. Po, edhe dallohet vetë në aroma që është realisht shumë do jenë edhe pak soja. Dhe do hedhim në fund fare, unë do i kap me dorë këto, se ne jemi mësuar. Po. Zjerja e tyre si, që ta themi për ata që s'ta panë gjatë reklamave, si bëhet? Afërsisht 2 minuta, por që varion nga trarësia e pasave që përdorim ne këtu. Mund të ketë 3 minuta, ose mund duan më shumë, gjithmonë duhet ta shofësh te paketimi. Për shembull, ky lloj paketimi e ka 2 minuta. Po. Pra, ky paketimi që kemi këtu, sigurisht që e ka të përcaktuar, e kemi për 6 persona, ku e kemi këtu, dhe përgatitet në 2 minuta. Në ujë të nxehtë? Po. Krip gjë do ujë? Asnjëherë. Do me thënë, salsat e kanë... Si orizi dhe në këtë rast, atëherë... që nga dhe gluten free, tani që po e shoh, edhe për personat që kanë të rekomanduar një dietë pa gluten. Kemi pak nga uji makaronave që kemi zjerë më përpara. Këtu duhet ai tigani. Kjo është ajo, pra çfarë... Kjo është arsyeja, pse gëtuhet me enët e veta. Çdo produkt ka dhe enët e veta, kështu që po ne do ta bëjmë si në shtëpi, normalisht edhe ata që na shikojnë. Patjetër, ne jemi me kushtet tuaja, me tigani që kemi në shtëpi, me lugën e drurit, me pjatat e shtëpisë, sepse ne gatuajmë pikërisht për ju që po na ndiqni dhe jeni njësoj si ne. Se ndryshe do ishim në restoran tani. Patjetër. Dhe pothuajse i kemi gati. Do na duhet një kapse anila, nëse më ndihmon. Sjell unë kapse. Më ka humbur. E ke aty te lavamanis apo e lash? Ja, do leta e di ku janë gjërat e shtëpisë. Okej. Dhe shërbim këtu? Po, ajo është pjata që do ta shërbejmë. Si që thamë edhe më herët, janë receta që duan pak kohë. Karakteristik e recetave aziatike është dhe fakti që janë të shpejta në përgatitje. Nuk na harxojnë shumë kohë, janë plot shije dhe shumë të shëndetshme. Zakonisht këto lloj ushqime shërben pjata të errta që edhe produktet që kanë brenda të jenë të dukshme, por që në këtë rast do e shërbejmë pjatë të bardhë. Në pjatë shtëpie. Kështu e kemi në këto. Edhe disa karkaleca nga sipër. Edhe s'do të shumë. Atëherë, këtë recetë ne mund ta bëjmë lehtësisht edhe me pul. Në vend të karkalecave, po. Varet gjithmonë nga preferenca. Por që produktet e tjera, sigurohemi që mos të ndryshohen. Okej, pra si në rastin e recetës së parë me po e shohim tani në ekran. Kemi dhe kikirikun, e kripur gjithmonë. Po. Që jep atë neutralizimin. Edhe ajo që po thoja çfarë, shija umami. Po. Që realisht mbizotron gjitha gatimet aziatike. Kjo është tipike tajlandeze, por që... Tajlandeze. Edhe një fet lajm, për ata që duan pak... Më të tharë, tani, dalë të krijojmë një çik hapësirë këtu, t'i vendosim bashk pranë të dyja recetat. Dhe paruar në fund fare, filizat e fasuleve që janë, do me thënë, konsumohen direkt, janë të gatuara dhe kanë
atë karakteristikën e vet që duhet të jenë si të freskëta, crudo. Okej, të ndihet e kërcitja. Po. Okej. Si thash me karrotën, pra nuk kalohet në gatim në këtë rast, sepse karrota është një produkt që ne duam ta ndjejmë kur e konsumojmë. Vlen edhe për specin, për patullxhanin, kungullin ose gjitha produktet që përdorim për realizimin e recetave. Të lumshin duart. Të presim përsëri në Villa 24. Na ke premtuar ëmbëlsirat aziatike, herën tjetër. Rita, faleminderit që ishe me ne në studio. Të uroj një javë të mbar edhe punë të mbar ty. Sigurisht një ditë të mbar edhe për ju që na keni ndjekur. Të dyja recetat e ditës së sotme, siç ju thash pak më vonë, do t'i gjeni në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në Villa 24 dhe në News 24, gjithashtu duke klikuar edhe në Balkan Web. Produktet i gjeni tek Nerandi, çfarë ju themi tjetër, një ditë pushimi sa më të mbar edhe gatuani dhe shijoni dhe ju drekën tuaj sot. Faleminderit edhe një herë të lumshit duart. Faleminderit edhe ty dhe shpresoj që këto recetat ju kenë pëlqyer. Unë shpresoj shumë edhe ti kenë mbajtur shënim dhe pse jo ti gatuani edhe ju në shtëpitë tuaja. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak me të ftuarën e parë për sot pas reklamave.